Tjetë e pabesueshme për ata që as e kanë kuptuar që Shqipëria sot është një Shqipëri krejt tjetër nga ajo dje, dhe as nuk duan ta kuptojnë që ky popull nuk ka për ta ndryshuar kurse si qeverinë që ka, pa ndryshuar më parë opozitën që s'do. Po kjo fitore nuk është hiç e pabesueshme as për mua, që e kam kërkuar për ditë. Qysh 4 vjet më parë, në momentin kur sapo kam zbritur nga podiumi që ishte këtu në mbrëmjen e fitores më pashme, dhe nuk është hiç e pabesueshme as për gjithë ata që nisur edhe nga shumë këtu, duke filluar nga drejtuesit politik të qarqeve, që bashkë me mua punuan shumë fort 4 vjet me radhë për ta sjellë në shtëpinë tonë rezultatin historik të 11 majit.